Ndërkohë, jemi tek Uniku, 5 minuta do t'i kemi në dispozicion për të votuar ju. Koha fillon tani, teksa unë pres telefonatën e parë, po u rikujtoj dhe njëherë, kush fiton në Unik? Janë 4 kandidatë të cilët garojnë për të parin e komunës, është Agron Kuqi AK, Fatos Shala PDK, Jetmir Tofaj LVV, Rushdi Shehu LDK, telefononi në 038 737 dhe në Viber 0494242242, do të më tregoni se kush fiton në Unik. Cili mendojni ju dhe cilin do ta votoni si qytetar të Unikut. Koha ka nisur që të ecën, por ndërkohë dhe telefonata duhet që të nisim padyshim në mënyrë që të kem disa përgjigje në këta 5 minuta opsion për të votuar për Unikun. Radha i ka ardhur Unikut sot e padyshim do të presim telefonata ku qytetarët do të më tregojnë se kush fiton në Unik. Kanë mbetur edhe 4 minuta e gjysmë, është telefonata para. Alo, mirëmbrëma. Alo? Alo? Mirëmbrëma, kush fiton në Unik? Agron Kuqi. Agron Kuqi AK. Faleminderit për votën, natën e mirë. Vota e parë shkon për Agron Kuqin e AK-s, i cili ka qenë po ashtu kryetar në këtë komunë, ndërsa tashmë drejtohet nga shehu i LDK-s. Ndërkohë, do të pres telefonata tjera, kemi vetëm një votë për Kuqin. Alo, mirëmbrëma, kush fiton në Unik? Agron Kuqi. Agron Kuqi, edhe një votë të radhës për Kuqin. Ndërkohë, numrat e telefonit janë në ekran 038 737 509424242 në mënyrë që të kemi më shumë përgjigje, më shumë vota e ku ka më shumë pjesëmarrje gjithmonë është më bindse. Edhe në zgjedhje kur të votojmë me 12 tetor, sa më shumë pjesëmarrje të qytetarëve, aq më mirë është në mënyrë që të shohim se kush fiton në komunën nga vim ne. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kush fiton në Unik? LVV Jetmir Tofaj. Falënderit për votën, natën e mirë. Të tjera telefonata, kemi edhe 3 minuta e gjysmë më pak në dispozicion. Alo, mirëmbrëma, kush fiton në Unik? Rushdi Shehu. Rushdi Shehu. Vota e parë për Rushdi Shehun. Kemi marrë deri më tani disa telefonata në shpejtësi, vetëm edhe 3 minuta kohë. Alo, mirëmbrëma. Do të presim për telefonatën 038 737 dhe në Viber 0494242242. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kush fiton në Unik? Nga Hamburgu. Nga Hamburgu në lajmërohesh. Kush fiton në Unik? Unë mendoj se në Unik e meriton të fituar kandidati LDK-s, pra Rushdi Shehu. Rushdi Shehu. Ju jeni nga Uniku, apo? Po. Natën e mirë, falënderit për votën. Në shpejtësi, alo, mirëmbrëma, kush fiton në Unik? Alo? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, kush fiton në Unik? Jetmir Tofaj. Jetmir Tofaj. Kemi një barazim mes 3 kandidatëve aktualisht për Kuqin e AK-s, Tofajin e LVV-s dhe Shehun e LDK-s. Alo, mirëmbrëma, kush fiton në Unik? Lëvizja vetëvendosje Jetmir Tofaj. Falënderit, natën e mirë. Pres tjera telefonata, 2 minuta. Alo, mirëmbrëma, kush fiton në Unik? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, kush fiton në Unik? Fiton PDK-ja. Fatos Shala. Vota e parë për Fatos Shalën e PDK-s, të tjera telefonata ju pres. Alo, mirëmbrëma. Alo? Alo. Mirëmbrëma, kush fiton në Unik? Agron Kuqi. Agron Kuqi. Falënderit për votën, natën e mirë. Alo, mirëmbrëma, kush fiton në Unik? Alo, mirëmbrëma, Rushdi Shehu. Rushdi Shehu. Vota e tretë për Rushdi Shehun. Alo, mirëmbrëma, kush fiton në Unik? Isha Mustafa. Kush? Isha Mustafa. Nuk po e dëgjoj. Kush fiton në Unik? Po më duket diçka Mustafa, po nuk e kuptova emrin, të paktën ta dim, kë po e thrasim që t'jetë në Unik. Alo, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Kush fiton në Unik? LVV Jetmir Tofaj. LVV Jetmir Tofaj, që me votën tuaj del në e përsi, kemi edhe pak sekonda. Alo, mirëmbrëma, kush fiton në Unik? Agron Kuqi. Agron Kuqi. Dhe ja u baravazua Agron Kuqi, 40 sekonda në dispozicion. Alo, mirëmbrëma, kush fiton në Unik?
Jetmir Tofaj. Jetmir Tofaj, LVV, vjojmë tutje edhe 30 sekonda. Alo, mirë mbrëma, kush fiton një unik? Shpejt. Alo, mirë mbrëma, Agron Kuqi. Agron Kuqi. Edhe një telefonat, alo, mirë mbrëma. Alo? Kush fiton një unik? Shpejt. Agron Kuqi. Agron Kuqi. Pres edhe një telefonat, 10 sekonda. I kemi, alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush fiton një unik? Lëvizja vetëvendosje Jetmir Tofaj. Faleminderit për votën, natën e mirë. Shpejt, kemi edhe një vot, apo jo? Iku koha. Ka përfunduar koha në dispozicion. Kemi 6 vota për Agron Kuqin e AK-s, 6 vota kemi për Jetmir Tofajn e LVV-s, 3 vota ka Rushdi Shehu nga LDK, si dhe 1 vot ka Fatos Shala nga Partia Demokratike e Kosovës. Ky ishte sondazhi për mbrëmjen e sotme. Do të kemi padyshim çdo komunë, çdo mbrëmje që do të jemi live këtu në televizionin Tukagjini. Faleminderit që ishit me mua, vetëm pas pak Debat Plus me Ermal Pandurin nga natën e mirë.